Shqipëria ka nënshkruar një marrëveshje për blerjen e sistemit të artillerisë Boran 105 mm të prodhuar nga kompania shtetërore turke e industrisë së mbrojtjes MKE, duke u renditur ndër vendet e para që pajisen me këtë teknologji ushtarake. Sipas mediave të specializuara në fushën e mbrojtjes, kontrata përfshin 6 obuzë të tërhequr boran së bashku me një sasi municionesh, ndërsa Shqipëria bëhet vendi i tretë në botë që siguron këtë sistem, pas Bangladeshit dhe Maqedonisë së Veriut. Boran është projektuar si një sistem artillerie i lehtë dhe i lëvizshëm, i përshtatshëm për njësitë që ka nevojë për fuqi zjarri, por që operojnë në terren të vështirë ose në zona ku transporti i mjeteve të rënda është i kufizuar. Sistemi peshon rreth 1.7 ton dhe mund të transportohet edhe me mjete ajrore përfshirë helikopter ushtarak, duke i dhënë forcave të reagim të shpejtë mundësi për vendosje më të shpejtë në terren. Sipas të dhënave të prodhimit, boran mund të kalojë një pozicion transporti në pozicion luftimi brenda një kohe shumë të shkurtër dhe ka një ritëm zjarri që varion nga 6 deri në 12 predha në minutë. Sistemi është i pajisur me teknologji moderne të kontrollit të zjarrit të zhvilluar nga kompania turke Aselsan, që përfshin orientimin me GPS, sensor optik, radar për matjen e shpejtësisë së predhës dhe kompjuter balistik. Obuzi ka një rrezë veprimi deri në 17 km me municion standard, ndërsa me predha speciale me rrezë të zgjeruar mund të arrijë deri në rreth 21 km. Blerja e këtij sistemi vjen në kuadër të përpjekjeve për modernizimin e kapaciteteve të forcave të armatosura të Shqipërisë dhe për forcimin e aftësisë së mbështetjes me zjarr në terrene të ndryshme operacionale. Pajisja me boran reflekton gjithashtu rritjen e rolit të industrisë turke të mbrojtjes në tregun ndërkombëtar dhe interesin e vendeve anëtare të NATO-s për të diversifikuar burimet e furnizimit me pajisje ushtarake.